Mirë mëngjes prej ditës tjetër, jo që përna ndjekni. Për momentin sahati është dikon 5, edhe kena dalë me falë sabajt, për sëri gjinë të xhamia e pejgamberit alayhis salam. Po, sot i paskën lëshu këto çadrat. Së qenit e po, kështu duket pamja. Pra njerëz për momente kena qësi atmosfere këtu. Kanë dalë njerëzit me falë sabajin. Gjallënim sa të dush. Edhe këne hymja për në xhami. Në kadal, do më thonë janë ato shku me gjetë vend. Pravet se kena falë sabajin, edhe po dalë një kada për xhamijes, se që të po një kalabalëk i madh, që thojni New Yorki nuk flenë kur, hajde ne këshin në Medinë na flenë, kejtë qelë, me duqone, me krejt, 24 orë, dhe më thonë, qka mos mund është me gjetë qelë këto, hyç. Si mos me pas natë, ta në kohën punojnë, ta në kohën gjallajnë. Qëre kalabalëk, s'ka s'kej. Po du me i vleni parë kalebia, ma ta shumë, a muj me gjetë numër, për bacinal, këse 2 metra njeri. Kam i gjetë një partë forta. Po mëne, kam i lip mi gjetë një partë forta, sa i gjej nuk e di. Vesh që në halaka lavallë ka, Parzit një muhabet, qka e nita për këto qadrat, që veç një piktënve kushtoj ke 4 milion euro. Ta sa është e vërtet nuk e di, vetëm se që është të tha. Dhe me thonë, një qadrë piktënve kushton 4 milion euro. Edhe këtë pjesën të sipër që e kanë këtë gold i nalt që një të e pa që është, thanë që në më është gold, me altan për mi. Po, pra i na bo një farë shejiki këto baba alk me shall edhe me galebije, ama alo si ku më nëzirë dhe me thonë që ishtë duhet, te ishat muratu, po s'ka lidhe. Nëse, që përdok nga komentoni? Apo më rinë fort, ajo, këshire stili këtu. Hajde. Shumë fort, a? Që këtë shallin më ka lidhë kote, po s'ka lidhe. Do e shofë në ta shkurt më rinë ato hoteli, se këtë shallin e ko marrë vesh për me gjytë për mi, kështu, edhe? Pa jo pek më ma lidhe dhe thash hajt. Lidhe! Në me komentoni, që përdok në të veshja. Për ndryshe, ka marrë dhe të xhamia, këtu e kena kubën jeshile, ku qëndron edhe vori i pejgamberit alayhis salam. Halo kalabalëk, koha perfekt mu knaq, a sahati është veç 7 më duket. Po. Pra njerës tash, do më thonë, është dyta e dytë këtu në Medine, edhe, si që një të e po, që aty është kuba jeshile, edhe për momentin jena të shku me i dhonë selam profetit alayhis salam. Do më thonë, jena të shku të vari e Bubekrit, Omerit edhe Muhammedit alayhis salam. Që tash kena me himrejna, edhe do e shifni ma mirë edhe jo. Pra, si që një të e pa njerës të është hymja, që do me thonë masa kësish rruga që të shonë drejt të vori, një të e pa, ba e gjenë njerës i ka, edhe ne me grupin tonë, pa afromi kadal. Kjo është këtu, do me thonë, mimberi që bëhet hudbja e gjumas këtu, keni rastin me pa, që kjo pak për ma afer,
Në më thonë qëtu matë hutbja e gjumas. Po, në më thonë, kjo pjesa këtu ku janë të u falë njerëz, thuhet kopshti i xhenetit është, Rauda e ka emrin. Pari të stop, as të bitë parë, fillon proporcion fori pejgamberi sa në Bekit Omerit, tash ja ka zënë. Pra e një të hoxha njerëz, dhe më thonë, tash stubi i parë është shkjo, tash këtu fillon vori pejgamberit alayhis salam. Tabela Rasulullah. E para, proporcionin e Muhamedit sa çka. Çka këtu, ha? Të dy tabela tjera, Ebu Bekr Omer. Po. Shikoni më. Po. Ky pejgamberi. Po çka është proporcion? Selamu alaikum ja Rasulallah, selamu alaikum ja Ebu Bekr as-Siddiq, selamu alaikum ja Omer. Qështu dhe me thonë njerës është janë varezat. Më ka tërqeth vak trupi, vallaj. O gjë me që i dhamë selam pejgamberit alayhis salam, thuhet se kanë tentu me vjetë varin, një shpjegim për këta. Po ka disa transmetime të historianëve, po para se me shpjegu këtu para ne që kemi kubën jeshile, që është varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu në atë drejtim ka qenë edhe dhoma e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku të është i varrosur edhe Ebu Bekri, edhe Omeri, Allahu qoftë i kënaqur për të dyve. Transmetohet apo përmendet në për librat e historisë se në kohën në vitin 1150, mos gaboj me vitet, ka pas një tentativë për të vjedhë trupi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mi po përmenden transmetime që njëri prej udhëheqësve, i cili ka qenë atë kohë Nuridin e Zinki, e ka pa në ëndër që dy persona po dojnë me vjedhë trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është nis dhe ka ardhur në Medinë. Dhe i ka kap di jehud, thuhet se kanë qenë jehud ata dy persona, duke gropu në drejtim të shtëpisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe për ta tërheqë trupin e tij. Mirë po, alhamdulillah, nuk kanë arritë me vjedh dhe pastaj Nuridin e Zinki ka marrë iniciativën me gropu hendek të rreth varrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është mbush me metal. Dhe pastaj nga jashtë është fortifiku edhe me mur që sot e kësaj dite është e pamundur që nëse orvatet dikush ose ban përpjekje për ta vjedh me të i kalu këta fortifikime apo këta murne që i kanë ndërtuar në atë kohë. Kjo është parafërsisht historia. Do me thonë, varezat për momentin nuk kanë as hyrje, as dalje. Do me thonë janë të izolume që as me mujt me hi, pa as me dalë. Normalisht, si që e pa atë, kur kalun pak më herë, e pa që atje ka një fortifikat apo një mur që është, që shkruan, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thot i dërguari i Allahut, dhe shkruan Ebu Bekr dhe Omer. Aty janë tre varreza, mirë po nuk duket kur gjallë. Thot i kanë lanë tre bira, mirë po edhe nëse afrohesh në ata bira, nuk duken varret apo varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe varri i Ebu Bekrit dhe Omerit radhiyallahu anhum. E qartë, Allah shpërblet. Amin, Allah shpërblet edhe ju. كيف قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت الآن عندما سلمتم على النبي صلى الله عليه وسلم في الممر جئتم إلى السلام، هذا أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما نرى في هذا التصوير. هذا أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفن كان وجهه رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم إلى جهة إيش؟ الغرب، وكان وجهه الشريف باتجاه القبلة، يعني عندما يأتي المسلم يكون بمواجهة وجه النبي صلى الله عليه وسلم في السلام، وكانت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه إيش؟ المشرق، باتجاه البقيع. Fytyra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e kthime nga kiblja dhe koka është nga pjesa e perëndimit dhe kur vin njerëzit për t'i dhënë selam, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është me fytyrë nga طيب vizitorë. كيفية Pra njerë se në anal pak një pauzë shkurt, një kafe, këtu kena porosit, ama kafet janë më të shishme kur i paguin hoxhallarët.
E për atë arsye pa kena të shiu kafën. Hajde na boft mirë. Pra njerëz sa po e kena fol namazin e akşamit edhe kena dal pak me shëtit. Këtu në rrethin pra të xhamisë edhe pas ka sene interesanta që do këm bukur, thash që kallzoj. Qëtu mëra pa meje, si që në të po, është një orë. A është funksionale ajo se di. Vetëm pse heshëm po duket. Këtu si një lloj qendre më duket koka. Qëtu po duket, qëtu është xhamia. Po, ndërkohë do e shifni edhe në vend nëse vizitojmë, kam ja u tregu krejt, do më thonë me detaje. Pra njerës, si që në të po, do më thonë kena të xhamia Kuba. Do më thonë kjo xhami është e para xhami që e ka ndërtu pejgamberi a.s. Po tash, do më thonë, do e pisë një hoxhë ma zgjerimisht me nga të regu historinë e kësaj xhamisë, bese që hoxhë nga shtjellon ma mirë edhe bash sakt që ishtë duhet, se unë ndoshta muj me kabupi informacioneve, ndoshta muj me pas në sen njëtë sakt, kështu që ma mirë për këtë sen hoxhë ka me na folë. Do më thonë si që në të po njerës edhe kjo e ka një farë bukurie shumë veçantë. Jeni të po, pushojnë sytë të e këshirë. Pra për momentin, jena të hinë xhami mrena mi falë 2 rekat namaz, po mas namazit, inshallah, hoxha do na përgjigjet do pyetje çka i kena, edhe do e kuptoni edhe ju historinë e kësaj xhamie. Pra, vesh t'ja u tregoj pamjen pak që ishtë do këtë xhamia nga brenda, si që një të po, kështu do këtë, edhe kjo një xhamie madhe. Bje një sandalli. Këtu do i falmi 2 rekate namaz. Sa po i falëm 2 rekat namaz në xhamin Kuba edhe këtu jena me hoxhën Semir. Hoxh, a mund është më na shpjegu pak në pika shkurta çka është historia e xhamisë? Po, këtu pas ne që kemi xhamin Kuba, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pas i erdhi shpada në Mekë, ati i thiri njerëzit në Islam 13 vite. Mirë po ai sallallahu alaihi wasallam e dim shumë mirë se u rra, u persekutu, u maltretu dhe pas 13 viteve i erdhi urdhër prej Allahut subhanahu wa taala që të largohet prej Mekës dhe të vjen në Medinë. E thuhet në transmetime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur nga kjo anë kështu. Dhe lokacioni i parë që është ndalë është këtu në Kuba. Normalisht xhamia Kuba nuk ka qenë kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po ky vend këtu quhet Kuba dhe ka qenë jashtë Medinës. E dim shumë mirë që Medinja është xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku falemi ne gjatë këtyre ditëve sa qëndrojmë këtu. Dhe ai sallallahu alaihi wasallam u ndal tu në xhamin Kuba dhe thuhet në një transmetim se ka qëndruar 4 ditë. Në një transmetim tjetër thuhet se ka qëndruar 14 ditë. Dhe i thiri njerëzit në Islam u mësonte Islamin gjatë ditës dhe e filloi e ndërtoi këtë xhamin e parë. Xhamia e parë në Islam do thotë është xhamia Kuba. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për vlerën e kësaj xhamie, kush pastrohet në shtëpinë e tij dhe niset vjen në xhamin Kuba dhe i fal 2 rekat namaz, është si me kry një umre. Do thotë 2 rekat namaz në xhamin Kuba është përblimin e ka si me kry një umre. Dhe ai sallallahu alaihi wasallam vinte çdo të shtunë dhe i falte nga 2 rekat namaz tu në këtë xhami. Thotë kjo është historiku i kësaj xhamie. Për mos me ke shkuptu muhabetin shikues, do më thonë,
umrja nuk bëhet këtu, po vetëm 2 rekat namaz i falmi për hir të asaj që ka thënë pejgamberi alayhis salam, kush i fal 2 rekat është si me kry një umre. Normal, Se umrën e vërtet duhet me bë Po s'ka dyshim që umra i ka Në Mekë. obligimet e veta, tavafin, sajin, normal është më e mundimshme, 2 rekat namaz e ka është problemi në umrës. simbolikën. Mirë po, jo është problemi që njeriu ta krijë një umre komplet, si që ta krijmë na inshallah në ditëve në vijim. E qartë, hoxha faleminderit. Allah është për blefë dhe juve.